Dhe i tham, ja Rasulullah, fliofshim babën dhe nonën për ty, pse të qeshe? Tha, sepse robi, kur ngritët për me marr abdes, qatë moment që e merr ujin dhe e lan fytyrën me te, i binë mëkatet, e thuaj se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka paraftyru se qysh binë. Thot, i binë mëkatet me pikat e fundit të ujit që dalë edhe nën thej. Edhe me qato pika binë mëkatet. Dhe kokës kur jep mes gjithashtu, dhe këmbët kur i lan gjithashtu, thot, dhe bëhet i pastër. Thot Uthmani radhiyallahu anhu, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas përshkrimit të abdesit, që ka thonë, kushdo që merr abdes, çështo qysh morra. Këtë transmetim, kushdo që merr abdes dhe e përsos atë. Pastaj hyn në një prej xhamive dhe fal namaz, veç se Allahu azza wa jall ka mja fal mëkatet që i ka bu deri në namazin që vjen. Veç se Allah ka mja fal mëkatet që i ka bu deri namazin që vjen. Një hadith tjetër ose një transmetim tjetër i të njëjtit hadith, po gjithashtu Uthmani radhiyallahu anhu thot, kushdo që merr abdes, ashtu që ka urdhëruar Allahu azza wa jall, namazet do t'jenë shlyset mëkateve për te. Namazet do t'jenë shlyset mëkateve për te. Transmetimi tjetër i të njëjtit hadith, që gjithashtu është te Buhariu dhe Muslimi, kur arriti Uthmani radhiyallahu anhu abdesin e tij tek përfundimi dhe i lajti komt, qysh e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, filloi me qesh. Dhe tha, pse nuk po më pyetni pse po qeshi? I than, ja Amirul Mu'minin, çka të shtyti me qesh? Tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti çto, pasi që i lajti komt, filloi me qesh. Dhe tha, pse s'po më pyetni pse po qeshi? Dhe i tham, ja Rasulullah, fliofshim babën dhe nonën për ty, pse të qeshe? Tha, sepse robi, kur ngritët për me marr abdes, qatë moment që e merr ujin dhe e lan fytyrën me te, i binë mëkatet, e thuaj se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka paraftyru se qysh binë. Apo i binë mëkatet me pikat e ujit që i rrjedhin pe i mjekrës, derisa dalin ato të fytyrës. Thot, pastaj e merr ujin, e lan dorën, thot, i binë mëkatet me pikat e fundit të ujit që dalë edhe nën thej. Pak sa si ujit të bota të jo shumë, edhe me qato pika binë mëkatet. Dhe kokës kur jep mes gjithashtu, dhe këmbët kur i lan gjithashtu, thot, dhe bëhet i pastër. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që po e transmeton Uthmani radhiyallahu anhu, po na tregon se abdesi i mirë, cilësor, që pasohet me namaz, apo dhe që nuk pasohet me namaz sipas transmetimit tjetër, apo është shkak dhe sebeb i shlyrjes së mëkateve. Është shkak dhe sebeb i shlyrjes së mëkateve. Sado që njëri arrin pozitat larta, qoftë edhe nëse është pej khulefar rashidinve, gajlje e kam pas shlyrjen e mëkateve. Qoftë Abu Bekri, qoftë Omeri, qoftë Uthmani, qoftë Aliu, kushdo qoftë apo. Gajle, breng, preokupe me ka pas çështjen e shlyrjes së mëkateve. Dhe besimtari do të më mësu këtë. Prej qasjes së Uthmanit ka shitur në haditheve. Gajle jona do të më kon shlyrja e mëkateve. Breng, që s'len rahat, do të më kon çështja se a thua me i falja Allah që tu, a u shlytën që tu mëkate. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahtariqun. Ju po digjni nga mëkatet e vogla, po digjni nga ato. Ihtirak është bashkë me të godit zjarr, apo sepse mëkati çon drejt zjarrit, Allah na ruaj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju po bëni mëkate, spëdhreni, ka dalë është ju hi flaka. Kur të vjen namazi, pastroheni. Sepse kjo marr abdes dhe kjo fal namaz, apo shlyhet një pjesë e saj, tahtariqun. Si të kry namazin, apet janisin mëkatet. E njëri i rrin gati abdesin.
i rrin gati namazit që t'i shly ato mëkate. Këtu të njëjtin vend kur kemi folur për Abu Bekrin dhe transmetimet që i ka Abu Bekri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e dini cili ka qenë hadithi i parë i Abu Bekrit që ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur dikush për juve bën mëkat, Abu Bekri po thot, kom ni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, kur dikush për juve bën mëkat, le të çohet, le të merr abdes bukur dhe mirë dhe le të fal dy rekate namaz. Në transmetim tjetër ka, le të hyjë në xhamin më të afërtën që e ka, le të fal 2 rekate namaz i shly. Domethënë shqetësimi e Abu Bekrit dhe tash këtu i Uthmanit. Dhe thuaj se forma e përmendjes së shlyrjes së mëkateve është e një. Na ku me ditë se ku me arrit si musliman. Edhe pse tash pedim ku jemi, po tazom, kena arrit. Domethënë, ja u kena kalu krejtëve. Në aspektin e zhvillimit, në aspektin e rahatis, në aspektin e standardeve. Halo, jetë çështja e abdesit dhe çështja e namazit sen që pa të zbën. Apo, sepse na me dynjen nuk kena me arrit faljen e Allah të zogjel. Faljen e Allah të zogjel dhe mëshirën e tij kena me arrit me çështo, me abdes dhe me namaz. Për këtë shkak, wala yuhafidh al-wudu illa mu'min. Abdesin qysh na ka urdhëruar Allahu, nuk e ruan veç se besimtari. Besimtari që e ruan imanin e ruan abdesin, se edhe që s'ka iman pa abdes. Besimtari që e ruan premtimin e dhënë ndaj Allahut azza wa jalla e ruan namazin, sepse s'ka premtim te Allahu azza wa jalla për shpëtim ai që s'ka namaz. E për këtë shkak Uthmani radhiyallahu an plak i shtym në mosh, këtu i ka pas për 75 vjet, kur e përmend këtë hadith, apo hala ka gojlën e abdesit, hala ka gojlën e namazit, hala ka gojlën e shlyerjes së mëkateve, edhe pse ka marr garancë për xhenet. Hala ka gojlën dhe breng çështjen e mëkateve. Edhe pse quhet të natën fal namaz dhe është prej atyre të vetëmve ose të rrallëve që e bën hatme një nat krejt Kur'anin. Dhe është prej atyre që edhe derisa ka vdek ka agjëru. Megjithatë, hala ka gojlën e mëkateve. Hala ka gojlën shlyerjen e tyre. E që njerëzit që sytë kanë në ahiret, sytë kanë tek Allahu dhe në takim me to, gjithmonë e dinë se çdo disfat dhe çdo, po them kushtimisht, marrje thu, apo është ose si shkak që Allah po don me ngrit, ose si shkak i mëkateve të mia. S'ka tjetër, apo veç nalet njëri dhe këshyr. Pse më ndodhe kjo? Ose gabova, e Allah po don me më fal dhe me më mshiru përmes qësaj sprove, ose nuk jam për atyre që pas ta qësë gabime, por Allah po don me më ngrit. S'ka tjetër, apo që të dyja janë.